Tashti na pa bën 2 muaj këtu. Jo protest rezistens për investuar për tokën tonë që na kanë të partë tanë. Dhe këtu do lam kryet dhe jetën. Testa me thonë për shtetin tonë që na për 2-3 klysha e di se i kalon Emrin Hoxha o pas kalon ja, pas e me të klysha. Kjo bajnë thire e rinisë tonë heroike shqiptare. Ku do një tonë botën që t'jenë. Merë një gjakun tuj, merë një njëzit tuj, qatë klinik një në shok, dashamirës, edhe shkojnë anena deri sa të banë shteti shtetë, kur të banë shteti shtetë, më këthy në venin tuj, se s'ka gjamë maj të mirë në jetën tuj, me jetu në venin tënë, pa nuk të lanë këta kriminele, këta të poshtë, këta hajduta. Ju falim derit. Unë jam tash 2 muaj të orë për ditë do. Ai fat mirë shpellza, si ka certifikat, ai jo certifikat, a te janë, nuk është e fat mirë. Në polici, a s'ka për të marrë pronë e gjyqit tëmë. Edhe unë du drejtësi, ma drejtësi, e thonë këtë polici, ku është drejtësia këto? Pa tokën e gjyqit tëmë, s'ka për të marrë për 1 milion vjetë, se të shpia kam shku me e gjithë, e do të marrë si minin, e ka marrë në leshë, që është pronë e me nuk ati, s'ka për gjyqit. Sot rreth 2 muaj nga dita e parë që kanë filluar punimet në tokën e rrjellorëve, rrjellorët vazhdojnë dhe rezistojnë dhe do të rezistojnë çdo ditë mbrojtjen e tokës tyne. Na sot mund t'jena më pat për arsye sepse gjykata e Shkodrës na ka ndaluar disa prej protestuesve kryesorë që mos vinë protest, por ne do bashkohena çdo ditë më shumë, do jena çdo ditë më të fortë. Një gjë shumë interesante që du me komuniku me gjithashtë se resorti po ndërtohet në mbrojtjen e forcave të policisë. Si që shikoni gjithë, fugona pa fund, forca policore pa fund. Jam kurioze, shitjen si ka menu Blueberg me ba, prap do me shit me polici, sepse nuk do ketë shqiptar që do vine dhe do blejnë në një pronë me konflikt, nuk do ketë investitor që do vine dhe do blejnë në një pronë me konflikt. Ashtë sigurt, ashtë krejt e qartë që na jena në drejtën tonë. Drejtësia do flasin dhe do na japin të drejtën, do na japin pronën tonë. Pastaj me ka do merën vesh blerësit. Ndaj kam një thirrje shumë të fortë për gjithë investitorët, për gjithë blerësit, të mos blejnë asnjë pronë në rrjoll. Gjitha dokumentat që sot posejdohen në gjithë zonën e rrjollit janë të falsifikuar. Jena në procese gjyqësore pa funi gjithë fshati i rrjollit. Drejtësia do flasin dhe do japin pronën tek i Zotit. Ndaj të gjithë ata që duhen me investu, duhen me ble, të mendohen mirë, sepse janë të bletët njerëz me dokumenta falso. Janë të bletët njerëz që nuk kanë letra për këtë pronë originale, njerëz që kanë falsifiku, kanë tentu me ju plaçkit pronën fshatarëve. Ndaj është një thirrje shumë e madhe, mos i çoni lekët e juja dam, se do keni probleme nesër kur pronat dalin e jona. Kompania që po ndërton duhet të jetë koshjente që kjo pronë ka për dalë të pronarët e vërtet dhe nuk duhet i shtypin e t'i kesh trajtojnë në këtë mënyrë. Duhet gjejnë mënyrën për më ardhë me komuniku me ne, me gjetë një mundësi marrëveshje. Nuk është kjo mënyra për më ndërtuar për më zhvillu. Një investitor strategjik nuk vjen me pushtu, vjen me zhvillu. Kjo nuk është zhvillim. Lëvdatat që t'i bajnë në faqen zyrtare patronazhistas dhe kompanisë tane nuk është realiteti. Realiteti është këtë që shep këtu. Janë mira shqiptarë që na mbështesin e na përkrahin, sepse kanë të njëjtin problem si na. Shqiptarët janë të kalbur prej vitesh nga ky sistem drejtësie, nga këto probleme me pronat. Ndaj të gjithë e dinë që na kena të drejtë dhe jena në drejtën tonë. Drejtësia do flasin dhe atë ditë kur drejtësia të flasin mund të shiten pronat, jo sot që janë procese gjyqësore. Resorti do ashtu ndërtu me polici, por nuk mund të shitet me polici. Nuk do vi njeri këtu me blekun t'i them zotnia toka jame, ky ka letrat falso. Ka që kisha.